Përshëndetje shenja Luanit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndafa në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi 7 monedhat, mbretëresha e monedhave, njeriu i varur, 4 shpatat në të kundërt. 7 monedhat flet për durim, por edhe për pyetje të brendshme të tipit: apo eci në drejtimin e duhur? A do të shpërblehet gjithë kjo përpjekje që kam bërë ose që po bëj? Këto janë pyetje të natyrshme, por kartat nuk tregojnë dështim, ato tregojnë se koha e korrjes nuk ka ardhur ende. Për disa nga ju mund të prisni një vendim ose ndryshim që ka mbetur pezull, ose daljen nga një fazë e lodhshme bllokimi. Mbretëresha e monedhave ju thot se pavarësisht pasigurive të momentit, ju keni ndërtuar ose po ndërtoni një bazë të fortë. Mbretëresha e monedhave flet për pjekuri, flet për kujdes ndaj vetes dhe aftësinë për të ruajtur qetësinë edhe kur përgjigjet nuk janë të menjëhershme. Kjo është një kartë që ju thot të mos e lini ankthin, t'ju largoj nga stabiliteti që mund të keni krijuar. Nëse për disa nga ju mbretëresha e monedhave përfaqëson një figurë femërore të rëndësishme në jetën tuaj, kartat tregojnë se lidhur me të, situata është ende në zhvillim dhe kërkon durim. Pra, energjia nuk premton një rezultat që shtrirja e kartave nuk e garanton. Njeriu i varur është ndoshta mesazhi më i rëndësishëm në këtë pozicion. Njeriu i varur nuk flet për bllokimin si dënim, por për një ndalesë të nevojshme. Mund të jetë koha për të ndryshuar kënd vështrim, për të lënë pas një mënyrë të vjetër të menduarit ose për të pranuar se jo çdo gjë zgjidhet me veprim të menjëhershëm. Mesazhi nuk është prisni pa bërë asgjë, por mos e detyroni procesin të ecë më shpejt se sa duhet. 4 shpatat në të kundërt tregon se po dilni gradualisht nga një periudhë lodhshme psikologjike ose emocionale. Mund të ndjeni dëshirën për të rifilluar, për të lëvizur dhe për të marrë kontrollin. Megjithatë, kartat ju kujtojnë të mos e ngatroni nxitimin me përparimin. Kartat këshillojnë të mos e gjykoni rrugëtimin tuaj vetëm nga rezultatet e momentit. Shpesh, përparimi më i madh ndodh në periudhat kur duket sikur asgjë nuk po lëviz. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 6 kupat, drejtësia, mbreti i monedhave, asi i monedhave. Kjo është një nga sferat më të bekuara të javës për ju. 6 kupat mund të simbolizoj kujtime të bukura, nostalgji, rikthimi në një personi ose situate nga e kaluara, por unë do të thoja se në një interpretim të sferës familjare mund të lidhet edhe me fëmijët, ose me çështje që i përfshin ata. Kjo kartë sjell një energji ngrohtësie, afërsie dhe lidhjesh të sinqerta, duke nxitur harmoninë dhe forcimin e marrëdhënieve familjare. Drejtësia tregon se çdo situatë kërkon ndershmëri dhe ekuilibër. Nëse ka pasur keqkuptime, kjo është një javë e mirë për t'i sqaruar ose korrigjuar ato. Kartat tregojnë se e vërteta, edhe kur nuk është e lehtë, do të ndihmojë në forcimin e marrëdhënieve. Mbreti i monedhave sjell siguri dhe stabilitet. Ai mund të përfaqësojë një figurë mashkullore ose një energji që luan rol mbështetës, duke treguar se në familje po ndërtohet një bazë më e fortë, sidomos në aspektin praktik ose financiar. Në fund, asi i monedhave është një bekim.
Mund të tregojë një fillim të ri, një lajm të mirë, një përmirësim ekonomik ose një mundësi të artë që sjell më shumë siguri për familjen. Kartat këshillojnë të investoni kohë te marrëdhëniet që ju japin paqe. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi temperanca, perandori, kalorësi i shpatave, dy shkopinjt në të kundërt dhe magjistari në të kundërt. Temperanca tregon se potenciali për harmoni ekziston. Nëse ka pasur tensione, ato mund të zbuten përmes durimit dhe mirëkuptimit. Temperanca është një kartë që flet për shërim dhe balancë. Temperanca simbolizon aftësinë për të harmonizuar të kundërtat, pra ujin që simbolizon emocionin, me zjarrin që simbolizon veprimin. Në thelb, temperanca thot, ajo që duket e papajtueshme mund të gjejë ekuilibër kur trajtohet me maturi dhe durim. Perandori tregon dëshirë për stabilitet dhe siguri, por edhe prirjen që dikush nga ju të jetë më i rezervuar ose më e rezervuar, ose dikush që përpiqet të kontrollojë situatën. Emocionet mund të mos shprehen lehtë nga ju, edhe nëse janë të pranishme. Nëse për disa nga ju perandori përfaqëson një person me energjinë e shenjës së dashit, kartat tregojnë se fjalët e nxituara, hezitimi ose keq kuptimet mund ta vështirësojnë përparimin në këtë raport. Kalorësi i shpatave sjell një bisedë të shpejtë ose një reagim impulsiv. Fjalët mund të dalin më të forta se sa synohet, ndaj mënyra e komunikimit do të jetë vendimtare. Dy shkopinjt në të kundërt tregon hezitim për të bërë hapin tjetër. Dikush mund të ndihet i pasigurt ose e pasigurt për të ardhmen ose të mos jetë ende gati për të marrë një vendim. Magjistari në të kundërt është një paralajmërim për keq kuptime, për mungesë qartësie ose për komunikimin jo të plotë. Nuk do të thot me patjetër se dikush po gënjen, por mund të nënkuptohet se dikush nga ju nuk po thot gjithçka që ndjen ose ndoshta dikush nga ju nuk di se si të shprehet. Pra, mund të keni ndjesinë se një situatë po ecën më ngadalë nga sa do të dëshironit, ose se njëra palë ka të vështirë të shprehet hapur për atë që ndjen. Prandaj, kjo javë ju këshillon të ndërtoni ura përmes dialogut dhe jo të lini vend për supozime, sepse duket qartë që ka vështirësi për ta çuar një marrëdhënie përpara për shkak të hezitimit tuaj ose për shkak të hezitimit të personit tjetër. Nëse jeni beqar ose beqare, mund të ketë interes nga ju ose nga dikush, por situata mund të mos jetë ende mjaftueshëm e qartë për të ecur përpara. Kartat këshillojnë të mos merrni vendime mbi bazën e fjalëve të thëna në nxitim. Jepini kohë situatës të qartësohet dhe mos ndërtoni përfundime mbi hamendësime. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 4 monedhat, 2 monedhat, 9 monedhat, 7 shpatat. Në punë, dukeni të përqendruar te ruajtja e asaj që keni ndërtuar. 4 monedhat tregon kujdes me financat dhe dëshirë për siguri. 2 monedhat flet për balancimin e disa përgjegjësive njëkohësisht. Mund të ndiheni sikur po menaxhoni shumë gjëra në të njëjtën kohë. 9 monedhat është një kartë shumë e mirë sepse tregon se puna juaj ka vlerë dhe mund t'ju sjell pavarësi, kënaqësi ose shpërblim. Megjithatë, 7 shpatat ju kërkon të jeni vigjilent ose vigjilente. Mund të ketë informacione që nuk janë të plota, premtime që duhen verifikuar ose njerëz që nuk tregojnë të gjitha kartat e tyre.
Nuk është domosdoshmërisht një paralajmërim për tradhti, por një thirrje për të qenë të kujdesshëm dhe për të mos u zbuluar planet tuaja para kohe. Por unë do të thoja se, duke qenë se karta me 9 monedhat paraprin kartën me 7 shpatat, kartat sugjerojnë se suksesi është i arritshëm, por do të kërkojë maturi, diskrecion dhe evitimin e personave që mund të përfitojnë nga puna ose idetë tuaja. Disa arritje mbrohen më mirë në heshtje. Kartat këshillojnë të mos mbështeteni tek fjalët që thuhen në ajër, por tek puna dhe te aftësitë tuaja. Të tregoheni të rezervuara me planet, projektet, derisa t'i keni konsoliduar. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi frustrimi. Frustrimi nuk vjen sepse ju mungojnë mundësitë, por sepse mund të ndiheni të lodhur nga pritjet, nga përgjegjësitë ose nga ndjesia se po jepni më shumë se sa po merrni. Ky frustrim nuk është fundi i historisë. Përkundrazi, ky frustrim mund të jetë shtysa që ju nevojitet për të ndryshuar një situatë ose për të rrëzuar një model që nuk funksionon më dhe për t'i hapur rrugë një mënyre më të shëndetshme të jetuarit. Pra ndonjëherë frustrimi nuk është shenjë se duhet të hiqni dorë, por se duhet të ndryshoni mënyrën se si po e mbani barrën, sepse kur lironi atë që ju rëndon, krijoni hapësirë për bekime të reja. Paçi.